jam kundër linçimit në emër të ndonjë grupacioni, të ndonjë sekti që ju bëhet njerëzve, pavarësisht cilit grup etnik i takoj. Unë jetoj në Shkup, në Maqedoni. Unë jam shumë mirë njohës, por çdo gjë që keni bë për mu, pa kërku asgjë për juve, dhe keni kuptu mesazhin e vërtet, se unë e jap lajmin e saktë nga librat e shenjtë. Me një ish teolog, zotin Musa Lamallari, i cili sot njihet me emrin Tim Shkupi. Duke tregu se ku është problemi. Dhe ke ndonë një mendim të njëjtë se kur të gjithë shqiptarë, si Tim Shkupi, feja e shqiptarit është shqiptaria dhe unë jam xhamatit i imamit shqiptarëve, unë jam imami i parë. Dhe duke ju tregu se kemi mundësi reale me fitu betejën në Kosovë. Për shkak se i 70% e shqiptarëve të Kosovës janë kështu si unë, mendojnë si unë, dhe janë me ADN nga malet që ishin mbrapa. Me ADN janë nga malet që ishin Fushën